juaj për këtë moment ja vlen të jetoni. Për fat të keq në pak më shumë se 30 ditë po asistojmë në një tjetër skendune nga ajo e Zvërnecit. Jemi prapë në pikën zero, atje ku gjithçka filloi. Kjo tregon se ky është modus operandi i tyre, por nga ana tjetër tregon se këtij pushteti i janë tundur themelet dhe gjen pretekste për të ushtruar dhunë. Nëse mendon se nëpërmjet dhunës do të shuaj zëri rinor, i ka bërë hesapet gabim. Rinia shqiptare që në shpirt ndihet europiane, po proteston në mënyrë paqësore duke dhënë një shembull qytetarie në mbar botën. Duhet të kuptojnë që kjo protestë në thelb ka një gjë. Ata nuk na përfaqësojnë. Ata deputet që janë atë kuvend nuk na përfaqësojnë. Ne nuk i duam, nuk i do i gjithë populli shqiptar. Duhet të kuptojnë që i kanë zgjedhur nga dëshmërimi sepse opsionet që janë ofruar këto 35 vite kanë qenë vetëm 2. PD, PS. Mes dy relikeve të ish regjimit komunist, Rama është e keqja më e vogël, por nuk është e mira e mundshme. Më e mira është rinia shkolluar jashtë, shumë mirë brenda edhe jashtë vendit, kuptohet. Profesionistët serioz, dietarët dhe intelektualët, njerëzit tanë më të mirë, idealistë, emancipuar dhe kurajoz. Vetëm ata mund ta bëjnë shtetin shqiptar europian. Edhe një herë, kauza jonë e madhe nuk është rrokada e partive dhe ndërrimi i fytyrave të tyre, por është përmbysja e sistemit të kalmur 35 vjeçar. Kush nuk ka këtë kauzë në mendje dhe shpirt, më vjen keq, por nuk përfaqësohet me shumicën tonë, besoj. Të shpresh pa kënaqësi me vezë apo domate nuk është dhunë. Ato nuk janë armë krimi. Janë shenjë simbolike e një rinie që proteston për dy qëllime kryesore. Personalisht më lejoni ta shpreh këtë. Mendoj që në planin afashkurtër, shfuqizimi i ligjit 21 i vitit 2024 dhe moratoriumi për lejen e zhvillimit duhet të kërkohet urgjentisht. Kjo duke qenë në sinkron edhe me zërin e Europës, sepse Parlamenti Evropian ka folur nëpërmjet një moratoriumi që ka kërkuar këtë. Pra, nëse ata na propagandojnë Europën, le ta dëgjojnë Europën. Europa e tha fjalën e saj. Populli mik italian ka reaguar në Sardenja në të njëjtën mënyrë si rinia shqiptare. Mjaftoi vetëm një ditë vetëm një ditë protest dhe një prezencë shumë pak më e vogël në numër dhe ata ta arrinin me njëherë që autorizimin e resortit njësos ta shfuqizonin. Kjo është diferenca e një shteti demokratik që dëgjon popullin e tij dhe një shteti oligarkik që dëgjon vetëm interesat e të paktëve. Ndërsa në planin afatgjat, siç e kemi përmendur dhe besoj është e qartë, duhet që nëpërmjet këtij sheshi, sigurisht ne jemi të ndryshëm, jemi të shumtë, duhet që të organizohemi sa më parë, të krijojmë një pol të tretë. Mos harroni, jemi pikërisht në vitin 1991 sërish. Por kësaj here kërkojmë liri, demokraci dhe e duam Shqipëri si gjithë Europa seriozisht, jo fasad. Dhe pikërisht nga këtu një them, më lejoni mua, ndoshta edhe të tjerë që mendojnë si mua, që sigurisht mund të krijohen disa lëvizje dhe qëllimi është të përkthehen në parti politike shumë shpejt. Sa më shpejt ta kuptojmë këtë dhe ta realizojmë, aq më shpejt ndodh përmbysja e këtij sistemi. Intelektual, mos qëndroni indiferent, ky është momenti për të reaguar dhe bërë zgjedhjen tuaj. Mos harroni se kjo është betejë e të rres mbi të vjetrën, është betejë e të vërtetës mbi fasadën, kjo është betejë e rinisë shqiptare për një Shqipëri europiane. Nëse fiton rinia, fiton gjithë Shqipëria. Bravo Shqipëria dhe shqiptarët e mirë kudo që janë.